Padyshim se besimi është themel I fesë islame. Pra, që të pranohet agjerimi nevojitet besimi. Duhet patjetër besimi. Veprat te Allahu I lartësuar pa besim nuk mund të pranohen. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për mirësinë e Ramazanit, që ai fal mëkatet, ka përmendur kushtin me agjëruar Ramazanin me bindje, me besim, dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, imanen u ihtisaben, iman do të thonë besim. Duhet që njeriu të besoj Allahun, të besoj melekët e tij, librat e tij, libri i fundit është Kurani, të besoj të dërguarit e Allahut, I dërguari I fundit është Muhamedi alayhi salatu wassalam, të besoj ditën e gjykimit, ditën e ringjalljes, që ka xhenet dhe ka xhehenem. Njerëzit e mirë do të përfundojnë në xhenet, dhe njerëzit e këqij do të përfundojnë në zjarrin e xhehenemit. Të besoj kaderin e Allahut, paracaktimin hyjnor. Si e mira dhe e keqja janë paracaktuar nga Allahu I lartësuar. Ndodhin vetëm ato që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Kështu që duhet që njeriu të ketë besimin Islam, në mënyrë që t'i pranohen adhurimet tek Allahu I lartësuar. Të besojë që agjërimin e ka caktuar si detyrë, si rit fetar Allahu I lartësuar. Besoj në premtimin e Allahut për shpërblimin e agjëruesve, që u fal mëkatet, që u jep mirësi, I shpëton nga zjarri I xhehenemit, si rrjedhim e fitojnë xhenetin. Prandaj në muajin e Ramazanit hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit të xhehenemit, lidhen shejtanët, siç e përmenda pak më parë. Pra duhet besim, duhet iman. Pa besim nuk pranohet vepra tek Allahu I lartësuar. Prandaj Allahu I lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura." Ne ju drejtuam veprave të tyre, veprave të jo besimtarëve, I dhujtarëve, dhe I bëm si pluhur I shpërndar, domethënë pa vlefshëm, pa dobishme për ta. Veprat atyre nuk do të u bëjnë dobi tek Allahu I lartësuar në ditën e gjykimit për shpëtuar nga zjarri I xhehenemit dhe për ta fituar xhenetin. Pra nëse një jo besimtar ka qenë bamirës, ka qenë bujar, ka dhënë të varfërve për shembull, por nuk ka besuar Allahun, s'ka besuar ditën e gjykimit, s'ka besuar se ka xhenet dhe ka xhehenem, nuk e ka patur besimin, themelin e Islamit. Këtij njeriu nuk do t'i vlejnë veprat tek Allahu I lartësuar për të shpëtuar nga zjarri I xhehenemit dhe për ta fituar xhenetin. Nëse I ka bërë këto vepra që Allahu ta shpërblej në këtë botë, me niyetin e pastër për Zotin, po pa besuar ditën e gjykimit, Zoti I jep shpërblim në këtë botë, I jep të mira në këtë botë. Por duke qenë se s'ka besuar ditën e gjykimit, s'ka besuar se ka xhenet dhe ka xhehenem, nuk ka shpërblim në botën tjetër. Dhe këto vepra nuk I pranohen për shpëtuar nga xhehenemi dhe për ta fituar xhenetin, shkon në xhehenem. Zoti na ruaj. Prandaj çështja e bindjes është shumë e rëndësishme. Duhet ta kemi parasysh njerëzit këtë pjesë, se ka njerëz që interesohen, po agjërimi I Ramazanit, po nata e Kadrit, do themi është kusht për pranimin e veprave tek Allahu, besimi, duhet ta tregojmë realitetin. Besimi duhet t'u sqarohet njerëzve siç është në realitet. Pa besim, pa iman, nuk shpëton Allahu, nuk shpëton njeriu para Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit. Në një hadith, në një ajet tjetër, Allahu I lartësuar veprat e jo besimtarëve I ka krahasuar me hirin që e shpërndan era stuhishme. Mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Ata, domethënë, mund të mendojnë që veprat e tyre mund t'u bëjnë dobi. Nuk e besojnë ditën e gjykimit ose dyshojnë në lajmin që ka thënë Zoti. Zoti I thotë vërtetën, ka shpall librin hyjnor në Kur'an, madje edhe në librat para Kur'anit e ka përmendur ditën e gjykimit, të ringjalljen, në çështje madhore, është shtyllë e besimit, është një nga shtyllat e besimit. Allahu thotë vërtetën, por ka njerëz që nuk e besojnë. Allahu subhanahu wa taala që na ka krijuar për herë të parë, ka fuqi të na krijojë përsëri. Ai që ka krijuar krijesa të mëdha, qejt, tokën, diellin, hënën, ka fuqi të sjellë një krijesë të dobët si njeriu edhe një herë në jetë. Allahu I transformon krijesat nga një gjendje në një gjendje tjetër. Nga bima që është e njom, del fara që është e thatë, nga fara e thatë, del filizi, del bima e njom. Allahu ringjall tokën me rreshtet e shiut.
toka bëhet e shkret, Allahu lëshon shi, rigjallërohet toka, rigjelbërohet. Dhe kjo është argument, shenjë që Allahu ka fuqi të ringjallë të vdekurit. Allahu është i urtë, ai është i drejtë. Në qoftë se do të kishin të njëjtin përfundim, si të mirë dhe të këqij, si të drejtët dhe të padrejtët, atëherë ky nuk do ishte një veprim i drejtë nga krijuesi. S'do të ishte një veprim i urtë. Kështu që urtësia dhe drejtësia e Allahut kërkon që të ketë një ditë ku do të merren llogari njerëzit, do dalin para Zotit, do gjykohen për veprat dhe do shpërblehen me mirësi, me lumturi në xhenet. Se xheneti është vendi i lumturisë, i kënaqësisë si shpirtërore dhe fizike. Dhe do të vuajnë dënimin keqbërësit, zullumqtarët, padrejtët, jo besimtarët, idhujtarët në zjarrin e xhehenemit. Kjo është urtësia, është drejtësia e Allahut të lartësuar. Kështu që ai që nuk e pranon këtë, ai shpif për Zotin, ai mendon keq për Zotin, ai nuk pranon urtësinë dhe drejtësinë e Zotit, pra është kundërshtar i Zotit. Këto argumente logjike që i përmenda në mënyrë të përmbledhur, i gjejmë në shumë vende në Kur'an. Ta lexojmë Kur'anin me këtë sy. Argumentet e ringjalljes janë argumente logjike, të prera, të qarta, të padiskutueshme. Është e vërtetë e padiskutueshme kjo. Pra duhet besim. Se nëse njeriu nuk ka besim, edhe nëse ka bërë akte bamirësie për Zotin, këto i vlen për këtë botë, i jep Allahu mirësim këtë botë, por përdesë se ka besuar ditën e gjykimit, s'ka pas besim në Islam, nuk i vlen tek Allahu për shpëtuar nga zjarri i xhehenemit dhe për të fituar xhenetin. Pra në këtë kuptim nuk i pranohet agjërimi tek Allahu i lartësuar dhe nuk i arrin mirësitë e muajit Ramazan. Në një ajet tjetër Allahu i lartësuar veprat e jo besimtarëve, si bamirësia e tjerë që i përmendëm edhe pak më parë, i ka krahasuar me mirazhin në shkretir, i cili u duket udhëtarëve të etur, në shkretir u duket nga larg si ujë, por kur shkojnë atje nuk gjejnë ujë. Dhe jo besimtarët që kanë bërë vepra bamirësie në këtë botë, por pa besim. Kanë vënë shok Zotit, s'kanë adhuruar Allahun një vetëm, s'kanë besuar ditën e gjykimit për shembull. Këta njerëz mund të mendojnë që veprat e tyre do t'u vlejnë, por kur dalin para Allahut të lartësuar ditën e gjykimit dhe konstatojnë që veprat nuk u vlejnë. Allahu ka zgjuar veprat. Nuk ka pranuar, s'do kenë dobi prej tyre, shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit, nuk e fitojnë xhenetin. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha ka treguar se ka pyetur profetin për një njeri bamirës, si quhej Abdullah ibn Jadaan, i ka thënë ky ishte bamirës, ishte mikpritës, ishte bujar, ushqente të varfërit, lironte skllëvër. A do t'i vlejnë këto veprat tek Allahu i lartësuar ditën e gjykimit? Tha profeti jo. Sepse ai kur ka thënë Rabbi ighfirli khati'ati yawm ad-din, Zoti im, mi fal mëkatet në ditën e gjykimit. Pra ai s'ka besuar ditën e gjykimit, ai si është lutur Zotit për falje dhe për shpëtim në botën tjetër. S'ka besuar se ka xhenet dhe ka xhehenem, dhe si është lutur Allahut për falje që të shpëtojë nga zjarri i xhehenemit dhe ta fitojë xhenetin.